Arrestohen në Durrës 2 shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore, të kërkuar nga autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vrasje, plagosje, armbajtje pa leje, si dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Në momentin e ndalimit, atyre ju gjetën dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara, të cilat dyshohet se i kanë përdorur për të dalë nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë dhe intensiv ndërmjet strukturave të specializuara të policisë së shtetit dhe partnerëve ndërkombëtar, përmes skuadrave të përbashkëta hetimore dhe aksioneve të koordinuara operacionale, shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale të Departamentit të Policisë Kriminale në DPPSH, në bashkëpunim me partnerët ligjzbatues amerikan me prezencë në rajon, me shërbimet e DVP Durrës dhe homologët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, finalizuan operacionin e koduar Furi. Në kuadër të këtij operacioni, u lokalizuan, u kapën në Durrës dhe u vunë në pranga shtetasit MX, 26 vjeç, i lindur në Shkup, dhe SN, 34 vjeç, i lindur në Norvegji. Për këta shtetas, Interpol ka lëshuar urdhra arresti ndërkombëtar për vrasje, plagosje, armëmbajtje pa leje dhe kryerje të veprave penale në kuadër të organizatës kriminale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjatë kontrollit nga shërbimet e policisë, ju gjetën të arrestuarve dokumente identifikimi të dyshuara të falsifikuara, të cilat dyshohet se janë përdorur për të udhëtuar jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qëllim shmangjen e sistemit të drejtësisë në këtë vend. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Policia e shtetit gjen rastin të falenderoj edhe një herë partnerët strategjik ligjzbatues amerikan të shërbimit diplomatik të sigurisë DSS në ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në Shkup, për bashkëpunimin, asistencën dhe koordinimin në këtë operacion të përbashkët.